I nderuar koleg, sot do të tregojmë një rast të një pacienteje që erdhi në ambulancën tonë për të kryer ekzaminimin e screeningut tremujonit të parë, gjatë të cilit u konstatua një rritje e translucencës okale. Dhe për këtë arsye, i kemi këshilluar shtatzënës të kryej si analizën gjenetike me anë të amniocentezës, ashtu edhe ekzaminimin parastruktural. Panjet që po ju tregojmë tani kanë të bëjnë në studimin e zemrës, të kryer pikërisht gjatë ekzaminimit parastruktural, ku vërejmë një pamje të rregullt me 4 dhoma. Në fakt, hipoteza diagnostike për një tetralogji të mundshme të fallotit i u bë e mundur vetëm pas vizualizimit të këtij prerjeje. Nga 3 bazat që sapo pam dhe që do t'i shohim në skanime të ndryshme gjatë gjithë ekzaminimit. Ja, pikërisht, në këtë prerje të 3 bazave shohim edhe më qartë dominimin e aortës në krahasim me arterien pulmonare. Tani do të masim pikërisht diametrin e kësaj të fundit. Shohim që është rreth 1 mm. Dhe kjo pikërisht na lejon të ndjekim një diagnozë të hipoplazisë së arterjes pulmonare, edhe pse jo në shkallë të rëndë, por pra të lehtë. Në këtë prerje të hollësishme, pra po vlerësojmë sërish me kujdes raportin anatomik mes istmusit dhe duktusit, po e shohim këtë në prerje të ndryshme për të vërtetuar plotësisht atë që tham pak më parë. Pra, një dominim i qartë i aortës në krahasim me arterien pulmonare. Në këtë pamje mund shohim qartë prerjen ku kjo degëzohet. Tani do të kryejmë matjen e shpejtësisë së rrjedhës në arterien pulmonare, e cila mund të jetë ndihmuese në rastin e dyshimit për tetralogjinë e fallotit. Edhe pse në këtë rast nuk është e rritur, si për shkak të hershmërisë së periudhës, ashtu edhe sepse kemi thënë që kemi të bëjmë me një rast të lehtë, pra faktor të tillë që shpejtësia në arterien pulmonare nuk është e rritur. Tani shohim prerjen e majtë, e cila në prerje tërthore duket normale. Por tani da ta studiojmë këtë në një prerje tjetër tërthore, ku është shumë më e qartë prania e një rasti specifik. Bëhet fjalë për një aortë që e quajmë kalëruese, sepse ajo del saktësisht mbi defektin e septumit interventrikular, të cilin tani do ta masim me kujdes që në këtë rast konkret rezulton të jetë rreth 2 mm. Për këtë arsye, duke qenë se jemi në një fazë shumë të hershme, kjo diagnozë është jashtëzakonisht e ndërlikuar. Prandaj, studimi i zemrës duhet të bëhet disa herë, edhe sepse, faleminderit. Pikërisht sepse ndodhemi në një fazë shumë të hershme, është shumë e vështirë të zbulohen edhe anomali të tjera të shoqëruara. Gjithashtu, do të vlerësojmë edhe ndonjë mungesë të mundshme të duktusit venoz, e cila megjithatë duhet të konfirmohet në një fazë më të avancuar, sepse i shohim qartë venat pulmonare, por nuk shihet qartë një lidhje midis degës majt portale dhe venave cava, dhe kjo mund të tregojë pikërisht për një mungesë të duktusit venoz. Anatomia e hollësishme e zemrës duhet studiuar disa herë me radhë dhe nuk mjafton vetëm me aq. Në fakt, gjatë fazës parastrukturore, është me rëndësi thelbësore të rivlerësohen plotësisht përveç të gjitha strukturave të zemrës, edhe të gjitha strukturat e tjera anatomike përreth. Ndërto, në veçanti, po shohim pikarisht plicën nukale, e cila në këtë fazë specifike ka një parametër brenda kufive normal, ashtu si edhe profili i fytyrës, i cili, siç e shohim qartë këtu, është krejtësisht normal. Edhe të gjitha strukturat e tjera të përshkruara janë vlerësuar dhe janë të rregullta. Megjithatë, në çdo rast duhet këshilluar amniocenteza për shtatzënën për të dhënat e konstatuara. Tani është e rëndësishme të sqarojmë disa pika. Së pari, duhet të specifikojmë se elementi kryesor që na lejon të vlerësojmë prognozën e tetralogjisë së fallotit. Në raste të ndryshme, është shkalla e stenozës së arterisë pulmonare. Në rastin konkret, pam që hipoplazia nuk ishte në një shkallë shumë të rëndë, ndaj e kemi përcaktuar si të lehtë. Së dyti, duhet të vlerësohet menaxhimi i këtij rasti,
Si hap të parë fillestar, është e nevojshme që të rekomandohet analiza gjenetike, pra amniocenteza, me kariotip fetal dhe CGHRI, sepse duhet të kujtojmë që kjo kardiopati mund të paraqitet plotësisht e izoluar, por në rreth 20% të rasteve, kjo gjendje mund të rezultojë e shoqëruar me ndryshime në kariotipin fetal. Disa tablo sindromike, prandaj është e rëndësishme të hetohet edhe nga ky këndvështrim. Së dyti, duhet të rekomandohet patjetër një konsulte detajuar me mjekun kardiolog dhe kirurgun pediatrik, të cilët duke u bazuar me kujdes në të gjitha të dhënat ekografike që ne ofrojnë, do të dinë të drejtojnë, të vlerësojnë dhe të marrin vendimet e duhura për hapat e mëtejshëm. Pikërisht, edhe atë që do të jetë rezultati i kësaj gjendjeje pas lindjes. Dhe të menaxhojnë pra kardiopatinë edhe në këtë drejtyrë. Nga këndvështrimi ynë natyrisht duhet të vlerësohet një ndjekje e ngushtë ekografike ose gjithsesi një ndjekje ekografike. Duke qenë se kemi të bëjmë me një patologji që është gjithsesi progresive, prandaj duhet vlerësuar vazhdimisht me kalimin e kohës, duke u monitoruar edhe përmes anës ekografike.